Një lajm I trisht ka prekur opinionin publik pasi është ndar nga jeta në moshën 72 vjeçare këngëtarja e njohur nga Peja Xhela Ane Gutiqi. Vdekja e saj është konfirmuar nga mediat vendase, si dhe nga familjarë të afërt, të cilët kanë ndarë dhimbjen për humbjen e një figure të dashur jo vetëm për ta, por edhe për publikun që e ka ndjekur ndër vite. Xhela Ane Gutiqi ka qenë një emër I njohur për muzikën shqiptare, duke lënë pas një trashëgimi artistike të çmuar. Ajo do të kujtohet veçanërisht për interpretimet e saj plot ndjenjë dhe për këngën e saj të njohur, Po të përbej pash Perëndin, e cila është vlerësuar dhe dashur nga shumë breza. Zëri dhe stili I saj unik kanë bërë që ajo të zërë një vend të veçantë në zemrat e publikut. Humbja e saj përbën një dhimbje të madhe për artin dhe kulturën shqiptare, ndërsa kujtimi dhe veprat e saj do të jetojnë gjatë në memorien kolektive. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.